Nesti Angoni, thoni ju, s'ka as Masniku, as këto janë vegla, Gonxhe, as Balluku, po është Edi Rama vetvetiu. Shko, këto janë vegla. Në një parti politike ku të gjithë struktura politike nuk mirë frym, po nuk i tha Edi Rama që duhet të mirë një frym, nuk ndodh asgjë pa miratimin e Edi Ramës. Çka do të thotë? Strukturë dhe orientim politik aty mund të ketë pas luftë brendshme, patjetër, jam shumë dakord. Balluku me Velia në klani, njërit me klanin tjetër, po është luftë që ka dashur Edi Rama. Po mos sa donte Edi Rama, nuk ndodh asgjë aty. Ti një lëvizje bën deputetë shkret, kërkuan kamerat, jo në rinumrim, se rinumrim nuk ekzistonte si koncept, po unë them kërkuan kamerat. Thaj, jemi një trup i vetëm, si kërkoni ju jashtë trupit. Tani kur të ky trup i vetëm, një nga këto copat e trupit ikën dhe hyn burg për akuzat të tmerrshme penale, si bie që ky trup i zgjë, edhe ky ka hënë dardha mbas kurrizit edhe po vjen një forcë pushtuese në këtë rast Spaku po ja merr një pjesë. Edhe loja që bëri Rama me goditjen e Spakut edhe ditët e para si agjituar që po i rai tavolin po, spam. Ja telefoni ime se ju zvini do të mundite. Ishte e gjitha një skeme orientuar për treguar që se ke nga mua, e kupton? Ndërkohë që gjithë e dinë që kanë çdo gjë që ndodhet kanë nga Edi Rama. Siç mund ta perceptoj dhe Balluku që është e sakrifikueshme për në moment të caktuar për Edi Ramën, për një nevojë politike dhe momentale të Edi Ramës mund sakrifikohet, si çdo kush aty që mund sakrifikohet për Edi Ramën. Dhe nuk ka asnjë problemi. Ata kanë pranuar fatin e tyre, ata e dinë ku janë. Domethënë janë një tuf dhenësh aty dhe delesh, të cilat në rast se Bariu kërkon të çojnë thertore, do i vi dita për të vajtur në thertore dhe kaq. Ndërsa Erion Veliaj pret gjykatën e lartë. Në rast se do kemi një vendimarrje nga gjykata e lartë që nuk do ndryshojë, do lë rreth me burg, unë pres Erion Veliaj. Sepse nuk më duket që e mban burgun. Se mban burgun, e vërtet është ajo. Nuk më duket. Dhe informacionet që kam për përjeton shumë keq. Thonë të gjithë që burgun se mbajnë dozë. Thonë burgu është për burrat, po kushdo që vete atje brenda pastaj. Tani unë jam avokat edhe po të them që ne vëm takojmë klientët dhe kur vjen puna është realisht i rënd. Ndërkohë në rastin e këtij nga kur thonë italian dale stele ale stale është në ndryshim brenda ditës është e tmerrshme. Po çfarë thotë, thonë gjithë që ti je kryetari nga hyjet e stallave. E kuptova, po dhe po të thonë gjatë gjithë kohës thonë ti je kryetari i ardhshëm i PS-s. Thonë atje brenda kryetar si je. Thonë atje o kryetar si je. Ti më shumë goditesh pastaj, se kjo është çështje psikologike. Është ironike, se ai ta thotë për respekt tjetri, por ai ka me për ironi. Është gjithsoj si ai që s'është më drejtor dhe i thua ti drejtor si je, thotë ja, isha edhe një drejtor. Për çfarë ma tha thotë? Po për çfarë ma tha, po ma thot për ironi se unë jam drejtor. Avokat, edhe një pyetje të fundit që lidhet me zhvillimet që shohim brenda betejës politik drejtësi. Shikojmë që Mazniku ishte në fushat dhe Spaku hynte në shtëpi. Shikojmë që Tërmet Peçi shkonte drejt për të fituar mandati në mënyrë gati plebiscitare dhe publicitare. Publicitare më shumë. Dhe Spaku dhe BKA i vajti në bashki aty në zyrë, 66 milion euro flitet. Një tender. Një tender. Në të vesh pastaj se çfarë, se aty aq u lëmtohet. Shikojmë që njësër deputetësh edhe nga mazhoranca, por dhe nga opozita, Spaku është në fund të hetimeve dhe mund të ketë zhvillime dhe ngjarje që duket se ata nuk mundet, të paktën në premisa që s'mund të gëzojnë mandatin. Mendoni se shtatori në vazhdim do ta ketë situatën politike mjaft të nxehtë edhe për shkak të reagimit që pam tani nga Bashkimi Evropian, por gjithashtu dhe të një beteje dhe qëndrimet që ata mbajtën për Komisionin Xhafaj. Spak politik, se s'po them mazhorancë edhe opozit, po e marr për të dyja. Edi Rama, unë kam një opinion timin, do të them opinionin tim si e mendoj unë. Edi Rama bëri fitore më të madhe ndonjëherë në historinë politike në Shqipëri, domethënë. Pa llogarit zgjedhjet 96, sa më them, zgjedhje demokratike. Edhe 4 mandate nuk janë pak se. Ajo është e pa besoj është historike edhe kjo, po të them që Edi Rama
dhe këtë e mori si pasojë edhe mbështetjes nga ndaj SPAK-ut. Hoqmi një retorikën e sulmit edhe u kthye në mbështetje dhe thotë që vetëm ne e mbështesim SPAK-un. Madje përdorte një diversion që të ngrinte vetëm pikët atit që ne jemi ata që. Vetëm ne po duam ne e shkrim, por ne vetëm ne e mbajmë. Sa të ketë pesen SPAK-u është aty. Na harrojnë sa më. Edi Rama di fare mirë që sa të jetë në detyrë nuk e gjen gjë. Kryeministri në detyrë nuk arrestohet. Nuk ka ndodhur në asnjë vend. Ditën e parë që Edi Rama do dalë nga ajo zyrë, do I hidhen hekrat. Sa të jetë në zyrë, nuk ka për të ndodhur asnjë gjë. Dhe aleatin më të madh Edi Rama sot ka SPAK-un në kuptimin politik. Siç ta thash më para, ai ishi gatshëm të sakrifikojë gjithkënd. Ai sakrifikoi element shumë të rëndësishëm Partisë Socialiste, I çoi përballë drejtësisë, sakrifikoi shokët e vet ngushtë, shoku më të ngushtë I Ilir Beqjan është sot në burg. Po, edhe Vangjush. Ka zvogluar e ka bërë atë edhe Vangjush Dakon. Domethënë këta janë njerëz që po përballen për ditë me drejtësinë. Kur kaloi dhe shokët e vet në burg, nuk I dhimbset më kurkush. Ai ishte gatshëm edhe këta të tjerë që janë taulante me shok, ti japi edhe një dorë tjetër, domethënë ka shokaj. Po pra, këta I çon me kënaqësi ai. Dhe në bashkëpunim me zgjedhjet dhe në bashkëpunim edhe me veprimtarinë e SPAK-ut, ai e rinovon Partinë Socialiste në mënyrën absolute. Siç e rinovoi këto zgjedhje, ka rinovuar me element cilësor. Ti jemi sinqert. Në disa raste ka element cilësor. Ka edhe të korruptuar brenda sa të duash. Ka element SPAK-ut aty brenda sa të duash, po ka edhe të rinj element cilësor, të cilët do japin një frym tjetër për Socialistët. Do japin një frym tjetër apo do jenë ata kartona do jenë. Unë po them në imazhin publik, nuk ka se ka zë. Imazhin publik mos e. Edi Rama nuk do njeri, nuk është njeri me imazh se Edi Rama aty, nuk do njeri që të mendoj. Ai do njeri që të ngrej kartonin, ama fytyrën ta ketë pastër. Kjo është ajo çka kërkon Edi Rama, kjo është e qartë. Por them që Rama vlerësimin tim, duke ditur dhe nevojën që ka Bashkimi Evropian për ekzistencën e SPAK-ut dhe për forcimin e SPAK-ut, ju e pat raportin e ri që ishte vlerësimi maksimal për strukturën e posaçme, mendoj që doja rinovoj mandatin. Do kërkoj ndryshime kushtetuese për t'ia rinovuar mandatin. Pra I bie pastaj që zoti Dumani I vazhdojt mandati apo tani nuk e di sa kohë do kjo, se ka nevojë për ndryshim kushtetues, por mendoj që Rama, po kisha unë vend aty në situatën, unë do kërkoja ndryshimin e dispozitave ligjore, lejimin për të kënduar një mandatin. Me 93 vota. 93 vota. Që I ka. 93 vota për këtë punë I ka. Këto I ka 93. Se unë I kam bërë një analizë që 4 janë të LSI-s, një është I PS-s, asajt I PDU-s. Se 4 LSI-s. Po ata është sigur që nuk bëjnë opozitën. Një ka që tani e ndjenin time. Po mirë, unë them 4 janë ata. 4, I marrë gjithë unë ata. Për Shqipërinë Europiane ata e bëjnë. Ata e bëjnë, sepse kanë treguar që ata për integrim kanë luftuar gjithë tjetër. Ata vetëm integrimin duan. Ata domethënë dhe numrat I arrin. Po janë disa nga lista mbyllur e PD-s që I ka që. Po I ka. Kur të vi ora. Vi momenti për integrimin dhe ata. Dhe kështu që ky integrimi edhe 3 I ka nga ato mdoshej për integrimin. Vajtën ata, janë. Unë po tisha në vend ti, do kërkoja ndryshimin e kushtetutës për dhe në mundësi për kandidim për një mandat dytë. Për integrimin, mund të bashkohet edhe Partia Demokratike në këtë valle, jo element të veçantë. Flas, pra, nga ajo, se për shembull po të shikosh, narrativa ka ndryshuar sot. Po të shikosh disa prej eksponentëve të Partisë Demokratike, për shembull, thonë që e lexuat raportin e fundit Bashkimit Evropian, ku vetë SPAK-u është në trysni nga mazhoranca. Po për opozitën çfarë thotë? Pa ta përmendin këtë gjë. Mirë, do ta lexojmë të gjithën. Shiko, unë mendoj që qasja e opozitës në lidhje me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian është shumë e gabuar, është tmerrsisht e gabuar. Opozita duhet luante në avans me çështjen e integrimit. Nuk mund dalin tani elita politike e opozitës dhe të thotë që ne nuk jemi gati për Europë, ne nuk do të hyjmë në Europë se ne nuk plotësojmë kriteret. Çfarë pune ka opozita me kriteret? Ne kuptojmë fare qartë që ne s'po hyjmë se po plotësojmë kriteret. Ne po hyjmë për një
agent politike, geopolitike që do na marrë me zor do na fusin brenda. Po thuj më vëna tym,